Çdo ditë Enkelejda Mulla kujdeset për një të moshuar që jeton vetëm, duke e ndihmuar në përditshmëri dhe duke i qëndruar pranë. Për të, kujdesi nuk është vetëm një detyrë, por edhe një mënyrë për t'i dhënë shoqëri, ngrohtësi dhe siguri një personi që ka nevojë për të. Rasti Enkelejdës është pjesë e projektit Unë kujdesem për ty, financuar nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive dhe zbatuar nga Dorcas Albania, përmes të cilit janë punësuar 12 gra, të cilat ofrojnë shërbime kujdesi për 24 të moshuar që jetojnë vetëm në Korçë. Kjo ishte një eksperiencë shumë e vlefshme për mua, sepse kam mbaruar dhe shkollën për shërbimin social, kjo ishte një mundësi punësimi shumë e mirë për mua. Unë vi çdo ditë te nëna Eli, kujdesem për të, për nevojat që ajo ka. Të moshuarit e kanë shumë të nevojshme, sikur dhe një fjalë të flasësh, sikur dhe një përshëndetje, sikur dhe një telefonatë kur nuk je në puna, e kanë shumë të nevojshme. Për të moshuarit, kujdesi ofruar nuk lidhet vetëm me ndihmën në nevojat e përditshme, por edhe me shoqërimin dhe mundësinë për të pasur pranë dikë me të cilin mund të ndajnë ditën. Sa shkon mosha, më shumë ndjen të nevojshme njeriu që të ketë një shoqërus. Në doktorie, për analizat e, po për gjithçka që kam unë nevojë, për çfarë do gjë që mund të kem unë nevojë nuk për ton. Projekti lindi nga nevoja për të ofruar më shumë shërbime për këtë kategori dhe për të krijuar një rrjet mbështetjeje në komunitet. Lindi si nevoje shumë të moshuarve që jetojnë në Korçë, që fatkeqësisht jetojnë vetëm, në kushte shumë të vështira, jo vetëm ekonomike, por edhe sociale, dhe ne menduan që pse jo të bënim një projekt, t'ju vendosnim një zonjë në dispozicion që të kujdesej në mënyrë të përditshme për ta të moshuar. Ti ndihmonte jo vetëm me nevojat e tyre bazike, por gjithashtu ti mbështeste edhe nga ana emocionale dhe t'i bënin ata të ndjeheshin të vlerësuar, të mbështetur dhe mbi të gjitha të kishin dikë pranë që do ishte çdo ditë me ta për çdo nevojë që ata kishin. Nisma synon të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së jetës së të moshuarve, duke ofruar atyre kujdes, shoqërim dhe mbështetje, ndërsa njëkohësisht krijon mundësi punësimi për gratë e angazhuara në këtë shërbim.